Në një deklaratë të fundit, kryeministri Edi Rama ka theksuar se Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës do të ketë një rezultat më të ulët elektoral në zgjedhjet parlamentare të 11 majit krahasuar me vitin 2021, ishte kur Lulzim Basha. Rama i konsideroi kthimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike si një hap të gabuar dhe akuzoi opozitën për të mbajtur të njëjtin kurs politik pa pasur një strategji të qartë dhe pa mësuar nga dështimet e mëparshme. Ju me Lulin harxhuat 8 vjet, e mbajtët kryetar, ju e mbajta apo e mbajta unë. Pastaj u kthyet prapë ke bufi, dhe ju sillen pushtet pra. Ju kujtohet si ju tha për një muaj ju sillen pushtet se e ka fajin Luli. Po tani, apo prapë Luli u ka fajin. Po kur se merrni ju me bufi rezultatin e 2021-shit me Lulin. Ri shtrëmbër, fol drejt. Harroj. Andaj, të paktën qeshni dhe ju pak. Për ato 5 minuta në ditë, se ngjelet duke qarë, nga humbja në humbje. Në përgjigje të kritikave që opozita ka drejtuar ndaj qeverisë SES për mungesë të një programi elektoral, Rama ka theksuar se Partia Socialiste ka një program të plotë dhe të detajuar për zhvillimin e vendit, duke e fokusuar në fusha dhe kategoritë sociale specifike. Sa tjerë shkrua kanë se s'pas kemi program, prandaj unë po përdor Lulin që të largoj vëmendjen. Ne kemi programi jo elektoral, si atas që s'kan gjë në dorë, po e kemi qeverisës, fush për fush, kategori për kategori sociale. Kur të vi dita e planifikuar, ndajmë edhe me ju demokratët, piketat kryesore, duroni pak ditë. Po mendoni vetëm kaq, kur BE-ja thot, hajde punojmë ditë natë, se do ju marrim në familje, dhe t'i mbyllim negociatat deri në fund 2027-s. Si thoni ju, na e thot për sytë e bukur, se program s'kemi, apo për atletet e mia se ata janë zbathur në Bruksel. Kryeministri ka ironizuar gjithashtu opozitën për pa aftësinë e saj për të formuluar një program të qartë dhe për të pasur një qëndrim të qëndrueshëm, duke i përmendur si bufa të një politikani që kërkon të nxjerrë përfitime nga çdo mundësi, pa ndihmuar në ndërtimin e një programi të qartë dhe të qëndrueshëm për të ardhmen e vendit.